Është zhvilluar këtë të njëjtë mbledhje radhës së Këshillit Bashkiak të Vlorës drejtuar nga kreu i saj Elpiniqi Mërkuri, ndërsa ishte i pranishëm dhe kryebashkiaku Ermal Dredha. Projekt vendimi për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak të datës 27 dhjetor 2024 për buxhetin e bashkisë për vitin 2025 ka qenë një ndër pikat më të debatuara. Në fjalën e tij, drejtori ekonomik Kozma Mali ka prezantuar së pari relacionin, ndërsa diskutimet dhe debatet janë fokusuar në pikën 7, ndryshimi i projekteve kulturore. Projekti I Love Vlora, krijimi i website-it Vlora Turistike në vlerën 6500 lekë të rinj dhe mbështetja e aktivitetit ndërkombëtar Giro d'Italia në vlerën e 6 milion lekëve është relatuar së pari nga drejtoria e turizmit në Bashkinë e Vlorës Arlinda Tepelena. Aktiviteti Giro d'Italia është një aktivitet që ne duhet jemi shumë të nderuar që do vendoset në qytetin ton për një ditë. Dhe kjo ditë përkon pikërisht me ditën e zgjedhjeve, që realisht është 2 ditë mbas përfundimit të fushatës elektorale. Pra, nëse fushata mbyllet në datën 9, në datën 10 është shtesë zgjedhore dhe në datën 11 është procesi i votimit, unë e quaj të përfunduar fushatën zgjedhore në datën 9 dhe kështu që çdo aktivitet që do të kryhet në datën 11 është jashtë procesit të zgjedhjeve elektorale apo fushatës, siç mund t'i themi. Realisht, ky është një aktivitet i cili do të shikohet nga 800 milion shikues. Dhe qyteti jon duhet jetë i përgatitur, qoftë nga ana logjistike, qoftë nga ana aktiviteteve, që do të kryhen atë ditë në mbështetje të qytetit ton. Çdo gjë do të kryhet për të rritur vizibilitetin e Vlorës turistike, jo për të mbështetur në Giro d'Italia, se ata tashmë e kanë brandin e tyre, emrin e tyre, shikuesit e tyre, gjithë logjistikën e tyre gati. Ne, sido që të jetë, dhe me një konsulencë që kemi marrë nga Kryeministria dhe nga Ministria e Kulturës edhe nga Meki, dhe nga Ministria e Sportit dhe Arsimit, pra ne duhet të kemi aktivitetet tona gati që ne të rrisim vizibilitetin ton turistik. Pra, të gjitha kamerat e botës që do të kalojnë atë ditë në Vlorë të kenë pamje njërin më të bukur se tjetra për të parë. Realisht, nuk ka rëndësi tani çfarë do janë aktivitete të ndryshme që do të kryen. Çështja dhe në vëmendjen e këshilltarëve të opozitës në Këshill, të cilët kanë kërkuar mos votimin e këtyre projekt vendimeve. Për çfarë duhen këto 60 milion lekë? Asnjë shpjegim. Ka ardhur ky relacioni me të drejtë, unë e lexova tani se na erdhi në minutat shtesë. Se kështu e keni ju, ato që i keni me o i lini në fund të projekt vendimeve ose i sillni shtesë. Thoni kemi edhe këtë ta miratojmë. Tani 60 milion lekë, për çfarë do shkojnë këto 60 milion lekë për Giro d'Italia? Ku ndërkohë është planifikuar në buxhetin e shtetit nga Ministria e Kulturës dhe Sporteve një shumë e konsiderueshme lidhur me këtë aktivitet. Tani ju thoni dhe 60 milion lekë, çfarë do dalë me pankarta të mbështesim Giro d'Italia? Drejtori juridik është në zbatim të ligjit, jo në argumentim të ligjit si i do qefi ati. Ligji nuk e lejon, o të nderuar këshilltar, të nderuar qytetar, i nderuar drejtor, i nderuar kryetar, ligji për KQZ-n nuk e lejon që të futen investime shtesë të buxhetit, as edhe 1 cent. Gjithashtu edhe ato 3 rrugët të cilat janë, pse nuk e lejon? Sepse të gjitha këto që po vendosen janë burim fushate. 3 rrugë që janë premtuar, se ne shikojmë televizor që Pirovongu bredh poshtë e lartë në për ato rrugë që ju i vendosni prioritete. Tani më na tregoni teorira tani, se s'dua të flas më shumë. Nuk e lejon ligji KQZ-s. Ky diskutim për zërat shtesë nuk duhet të vazhdojë më tej. Në qoftë se ata duan t'i votojnë, le ta votojnë. Le ta votojnë. Në fjalën e tij, kryebashkiaku Ermal Dredha është ndalur në vlerat e jashtëzakonshme sipas tij të këtij aktiviteti ndërkombëtar. 35 vite kam përshtypjen që të gjithë duhet ta kenë krenari që po bëhet një event i tillë. E para është një event që ndiqet në gjithë botën, 200 vendet të botës do ta transmetojnë live këtë aktivitet, nuk është gjë e vogël. Është një praktik në fakt që është vendosur nga organizatorët, po flas për Giron e Italisë, që ta aplikojnë me shtetet të tjera. Është aplikuar në shtetet të tjera, ne kemi bërë atë kërkesën tonë, kemi aplikuar dhe shqyr që e kemi fituar. Pra në kuptimin që kjo nuk është diçka që ka të bëjë me të majtën apo me të djatën, ka të bëjë me gjithë Shqipërinë, se ne mundojmë të promovojmë Shqipërinë si destinacion. Sa i përket pjesës së 60 milionshit është shumë pak. Është shumë pak sepse normalisht ka dhe angazhim, qoftë logjistik, po qoftë edhe për të krijuar evente për gjatë gjithë, po themi, itinerarit do të bëhet për këtë aktivitet, që fillon që nga, po themi, që nga Teatri Petro Marko, kap gjithë lumin e Vlorës, shkon në Imar, kthehet nga Llogaraja dhe përfundon pastaj me rrugën
me rrugën e Radhimës dhe përfundon te Lungomare. Në mbështetje të aktivitetit ndërkombëtar Giro d'Italia dhe fondit 6 milion lek, mbështetje e Bashkisë së Vlorës dhe fjala e kreut të këshilltarëve socialist Ervis Moçka dhe kreut të Komisionit të Ekonomisë në Këshillin Bashkiak Elsa Bezhani. Ka një vendim të KQZ-s, që është numri 9 i ndryshuar, i 2020-s i ndryshuar, i cili përcakton 2 lloj ndalesash. Veprimtari të cilat janë të ndaluara të promovohen, që do të thotë mund të bëhen, fare mirë mund të vazhdojnë, por janë ndaluara të promovohen, të përdoren nga kandidatët, promovohen në media si arritje të qeverisë lokale apo qendrore etj me radhë. Ka dhe veprimtari të cilat ndalohen. Te veprimtaritë ndaluara, ndalohen gjitha nxjerrja e akteve ligjore apo nënligjore, që janë dhe këto tonat, për të cilat krijojnë benefite për kategoritë të caktuara. Dhe qëllimi i këtij vendimi është që mos të përdoren si mjet shkëmbimi për vot, që do të thotë po t'jap këtë bonus, po t'jap këtë, i ka përcaktuar vendimi. Prandaj dhe ne në janar u mblodhëm, se ajo ishte një tip bonusi apo dëm shpërblimi, të cilët do u jepi atyre që ishin përmbytur dhe mund të përdorej që ja u dha për votë e tjerë për fushat me radhë. Por mund të më thonë se kam qenë në fillim që e kam pyetur drejtorin juridik dhe po vazhdohet akoma që është ndaluar, mund të më thonë ku është ndaluar që Giro d'Italia ose Bashkia Vlorë të rialokoj një fond për mbështetje, për masa paraprake, për, nuk e di, promovim e tjerë me radhë të një eventi ndërkombëtar ku do të promovohet apo do të jepet qyteti jonë në 200 media ndërkombëtare. Ky projekt vendim në fakt për disa shtesa dhe ndryshime në VKB 111 të datës 27/12/2024 për buxhetin e Bashkisë Vlorë është një projekt vendim të cilit ka ardhur koha për të zbatuar. Sepse, siç na erdhi edhe në komision, ka të bëjë me disa fonde të papërdorura që trashëgohen nga viti 2024. Dhe neve e tham që, siç e përmendi dhe zoti Hoxha, për shkak edhe të investimeve të paralizuara në vitin 2024, që në analizën vjetore që bëri administrata e bashkisë dha dhe justifikimet e saj përse nuk ishin realizuar këto investime, analizën të cilën e bëm në muajin janar, tani na vjen momenti që ne duhet të alokojmë përsëri këto fonde që na kanë mbetur të trashëguara nga viti i kaluar. Me 27 vota pro, 4 kundër dhe 1 abstenim pas rreth 2 orësh debat, u miratua në mbledhjen e sotme të Këshillit Bashkiak mbështetja e Bashkisë për Giro d'Italia. Ndërsa u hoq nga votimi projekt vendimi I Love Vlora.